Në dhomën lindore të Shtëpisë së Bardhë në Washington, në prezencë të përfaqësuesve të organizatave greko-amerikane, por dhe zyrtar të kishës, presidenti Trump kremtoi 25 marsin si ditën e çlirimit të Greqisë, madje në fund, pasi pati dhe një fjalim ku ai me shumë seriozitet deklaroi që kishte anulluar agjentën e tij për të qenë në këtë kremtim, pra në këtë festim, nënshkroi dhe një proklamat duke shpallur 25 marsin si një ditë feste kombëtare të Greqisë në Amerikë. Tani, pa dashur të heq paralele, kur kjo gjë ndodh në Washington, në Shtëpinë e Bardhë, festohet festa e çlirimit të Greqisë, festohen dhe shumë festa, shumë steteve tjera. Unë nuk dua të bëj koment, thjesht po jap një fakt. Shumë festa edhe pavarësia e Shqipërisë, festohet, ngrihen flamuret, festohet në Washington, bëhet lutje. Tani, ka nënshkruar Trumpi ndonjëherë në një proklamat në lidhje me një festë të një shteti tjetër? Jo, nuk ka nënshkruar Trumpi proklamat, sepse ne dim çfarë Kur ka ndodhur kjo vit tani? Unë nuk e di këtë lajm. Asnjë se dim. Madje ka dhe një fjalim ku vetë Trumpi i drejtohet grekëve që janë prezent aty. Dhe ju thot dhe një kryq nga prifti ortodoks. Dhe ju thot që ju dua të gjitha. Domethënë, tani, unë nuk e di nëse Po ashtu tha dhe për natë kadrin mbrëm, i donë muslimanë shumë sa. Për ju tha. Në qoftë se në Greqi, prej 15 vitesh, ai që drejton kishën... Ate ti thua që shumë mirë që u bë kjo. Jo, nuk po them shumë mirë, po them që për herë të parë ndodh atje, për herë të parë ndodh këtu ke ne. Tani, a janë çuditëra këto, a janë të qëllimshme, a janë rastësore, leta gjyqë. Mama mos jo, po mos të ngararojnë. Ky është institucion fetar, ai është institucion politik.